Spanja jugore po përjeton një valë të fortë të nxehtit me temperatura që pritet të arrijnë në mbi 42 gradë në Sevilje, sipas agjencisë spanjolle të motit. Të shtunën qyteti u përvuluan nga nxehtësia e madhe me termometra që arritën deri në 46 gradë. Banorët dhe vizitorët kërkuan ndihmë duke u ventiluar, duke gjetur hije në çadra dhe duke spërkatur me ujë fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Banorët vendas dhe vizitorët ndan reagime të përziera ndaj mbërritjes së hershme të vapës. Jo, shumë mirë vetëm sepse tani është shumë vap, tha 72 vjeçaria Petra Soler. Të tjerë si Francisco Gonzalez thanë se jemi mësuar me vapën, por sot po ja dalim. Njerëzit u rreshtuan për të mbushur shishet e ujit dhe u përpoqën të qëndronin të freskët në bare dhe zona me hije, ndërsa qyteti luftonte me temperaturat në rritje. Me afrimin e qershorit vapa nuk tregon shenja lehtësimi. E gjithë Sevilja është pa pushime përfshirë nga vapa, thjesht nuk ndalet, tha studenti Samuel Del Valle. Ndërsa vallëtarët e flamenkos performojnë dhe rrugët janë plot gjallëri me diellin përvolues, autoritetet u bëjnë thirrje banorëve të qëndrojnë të hidratuar dhe të marrin masa paraprakë gjatë kësaj vale të nxehtit jashtëzakonisht të hershëm dhe intensiv.